Nëse jeni duke menduar që të investoni në meme coina dhe jeni i ri në botën e kriptovalutave, atëherë kjo video është për ju dhe duhet patjetër që të shikoni. Përshëndetje. Sot në këtë video do të shpjegoj se pse unë personalisht nuk investoj në meme coina dhe ku është rreziku. Investimet në meme coina do të dim faktin që 95% përfundon me humbje. Po ka për atyre njerëzve që kanë fituar para në meme coina siç është Shiba Inu, siç është Pepe, por shumicën e rasteve investitorët humbasin. Kush fiton në meme coina? Në meme coina çdo herë fitojnë ato që e kanë krijuar meme coinin, se edhe arsye e krijimit të meme coinave është që të pasurohen individ personal ose një grup që kanë krijuar atë meme coin. Për këtë arsye duhet të largoheni kur të shikoni një meme coin që ka shkuar 200%, 300% ose 500%, do të dini faktin që në fund 90% ose 95% investitorëve do të humbasin investimin në meme coina. Dhe rasti konkret i cili do të shpjegoj që tash është investimi i meme coinit Trump, që ka krijuar Trumpi ose timi i tij. Duhet të shohim se ky meme coin i cili është krijuar dhe ka bërë një bujtë e madhe, domethënë prej krijimit të atij ka shkuar në një çmim gati $70. Mëne me pa këtu ka prekur çmimin gati $71. Dhe çka ka ndodhur? Normalisht se mas një periudhe të caktuar njerëzit kanë nisur të bëjnë shitje, ato që kanë krijuar po ashtu kanë nisur të bëjnë shitje dhe çmimi konstant ka pasur rëmje. Dhe mujnë me po këtu që Trump coini ka pasur një rëmje $8. Do të thonë prej $70 ka pasur një rëmje $8. Dhe çka ndodh? Donald Trumpi e shpall një lajm në Twitter, në rrjetet sociale që 220 holderët që janë në tokenin Donald Trump do të kenë mundësi që të bëjnë një darkë me Donald Trumpin personalisht. Do me thënë do të kenë mundësi që të darkojnë me Donald Trumpin. Dhe kima se ka shpallur këtë lajm, normalisht se ka futur likuiditet shumë të madh në tokenin Trump. Dhe që mëjnë me po këtu që për $8 Donald Trump tokeni ka hipur në çmim $14.87. Do me thënë 82%. Ka hipur 100%, por normalisht ka pasur rëmje, momentalisht në çmim prej $14.87. Mujnë me po që ky njeriu ka futur likuiditet masiv në këtë token. Çka do të thotë kjo? Mujnë me po këtu që market cap, mujnë me po që 7 ditët e fundit, me thon para se të ndodhë ky lajmi, market cap i Donald Trumpit ka qenë $1.87 bilion dhe masi e ka shpallur këtë lajmin, njerëzit si të hutuar kanë investuar dhe ka shkuar në $3 bilion. Ki ka futur likuiditet se normalisht mas këtyre lajme njerëzit kanë menduar që ky token do të shpërthejnë dhe investojnë. Për mua ato njerëz që investojnë ose janë të pa edukuar në botën e kriptovalutave, ose janë budalla dhe duan të pasurohen mrena natës, mrena një javë. Dhe njerëzit investojnë dhe normalisht se investitorët të hershëm kanë nisur të shesin. Kemi edhe një faqe CryptoRank ku une shpesh herë këtë faqe e vizitoj dhe për të marrë informacione për tokenat, mëne me po këtu në këtë token. Mujnë me po që 75% të tokenave Trump janë të mbyllur. Çka do të thotë kjo? Se çdo ditë po lirohen tokenat e Trumpit. Sot po ashtu kemi një lirim 27 prill, do të thonë do të lirohet tokeni Trump, kujt do të lirohet? Normalisht do të lirohen investitorëve në vlerë për $7.32 milion. Mujnë me po këtu që kush janë këto 72%, mujnë me por që kreatorët 18%, 18%, po ashtu kreatorët 4%, 2%, 2%, mujnë me po këtu që një sasi të madhe të supply-it Trump tokenit janë duke kontrolluar kreatorët ato që e kanë krijuar këtë token. Këtu do të shohim se çka ka ndodhur. Mujnë me po këtu që gati çdo ditë ka pasur lirim, do të thonë supply në token. Ka pasur lirimin e tokenit në treg. Mujnë me po këtu që në 18 januar po ashtu ka pasur supply dhe do të shkojmë te poshtë, do të shkojmë te poshtë, do të thonë se janë në aprill. Mujnë me po këtu që 18 aprill po ashtu kreatorëve, 19 aprill, 20 aprill, 21 aprill, 22 aprill dhe mujnë me po këtu që çdo ditë kreatorëve është duke liruar një sasi e vogël, në fakt nuk është e vogël, është me supply 0.05 supply, por në vlerën që është liruar që tokeni është $7.32 milion me çmimi momentan në treg. 25 aprill, mujnë me po, 26 aprill, 27 aprill, 28, 29, 30 dhe kështu me radhë mujnë me po që çdo ditë supply po lirohet, do të thonë këto njerëz që kanë investuar ose këto kreatorët vu lirohet supply në treg dhe çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ato do të shesin këtë token dhe kujt do t'ja shesin, por normalisht se duhet likuiditet dhe do të shesin investitorëve të ri që janë në këtë
bot investitorët që janë pa përgjegjshëm dhe që duan të pasurohen mrena natës të bëjnë milion. Për këtë arsye çdo herë nuk duhet të besoni askujt, nuk duhet të besoni as Trumpit, edhe pse është presidenti i Shteteve të Bashkuara, nuk duhet të besoni sa i ka futur likuiditet në këtë token dhe normalisht që do të fitojnë. Për këtë arsye mendoni shumë thellë nëse doni me investu në Meme Coin, pavarësisht a është tokeni i Trumpit ose është tokeni një fond që ju e preferoni ose ndaj influencer i madh, se investimet në Meme Coin përfundojnë në humbje. Mund të ndodhë që ky token Trump ose Meme Coin i Trump që të shpërthej mas një vjetëve të kushtoj $200-300. Okej, në rregull. Unë personalisht nuk do të investoj, unë personalisht nuk do të blej, por nuk do të harroj faktin se para se të shpallën kështu lajme shumë të mëdha, ka njerëz që janë të informuar për këto lajme dhe investojnë në këtë token në trade dhe ato fitojnë miliona, miliarda në këtë mënyrë dhe unë personalisht nuk preferoj që të humbas para në mënyrë të pakontrolluar. Unë nuk preferoj që të investoj në këtë token ose në një Meme Coin dhe të shkoj në chart çdo 15 minuta të shoh se çka ka ndodhur, të kontrolloj chartin. Nuk preferoj për arsye se nuk du që të zgjohem në mëngjes të shoh se ai ka shitur tokenin Trumpi, çka ka ndodhur, a ka falimentu, a është bërë ndaj scam, ndaj dam. Kjo ndodhën të gjithë tokenat. Momentalisht e kemi marrë si shembull Trump tokenin, por do të keni parasysh se 90% investitorëve përfundojnë në humbje. Shkruani në këtë koment çka mendoni rreth kësaj teme dhe mos harroni të bëni subscribe dhe like në këtë video dhe miru pafshim dhe video në radhës.